mundohen. Do me thonë ngarkesën mbaren e ronë të komunë. Do me thonë për këta jam edhe nanë edhe babë. Mundohem në të mundin tim të risë 3 jetima. Në këtë dhomë të vogël në një banesë të prindërve jeton nëna Resmia bashkë me 3 fëmijët e saj jetima. Bashkëshorti i saj ka ndëruar jetë teksa ajo mundohej që fëmijëve t'u sigurojë përkundër kushteve një jetë sa më të mirë. Unë jam nanë me 3 fëmijë jetima. Burim ka ndru jetë, jetoj te familja ime, do me thonë te baba. Si jetojmë, si që e shifni edhe vetë, në qfar kushte, në qfar dhome. Do me thonë këtu, bashkë me fëmijët jetojmë. Fëmijët i shkojnë në shkollë, vajza e madhe është klasa e 7, vajza tjetër klasa e 5, kurse djali klasa e 2. Mundohet të punoj, pastron ndërtesën ku jeton, pasi të ardhurat që i merr për fëmijën e 3 as së afërmi nuk i mbulojnë harxhimet. Shumë rënd, pasi që këtu jemi 8 antarë, do me thonë unë vetë e 4, edhe familja ime, do me thonë jemi 8 antarë gjithë, edhe është pak rënd, do me thonë me fëmijët jetohet e prindit. Kana tjetër, do me thonë, i bohem barë edhe babës, ose edhe vëllajt, ose familjarë që i kam të mitë. Do me thonë, vakum zaptu si thujnë një dhomë që e kajnë, do me thonë, ma kanë liru mu që t'jem me fëmijët minë, po edhe këtu ku jom, si thujnë edhe këtu, do me thonë 6 veta, flejmë ose rimë. Nëna e 3 jetimave thot se për vete nuk dëshiron asgjë, vetëm se fëmijëve t'u sigurojë një jetë dinjitoze dhe t'i risë e edukoj, siç thot, që ta dinë të mirën e të keqen. Dëshira ime është t'i strehoj fëmijët si gjithë fëmijët tjerë që janë, ta kenë lirinë e vetë, dëshirat e veta, qenë rahat si thujnë në kulmin e vetë, mos t'i bohen barë si thujnë familjes time, ta kenë një strehim dvetin, do me thonë, si gjithë me din, për shembull se çfarë bëjnë në shtëpinë e vet. Nëna Resmia nuk e ka të lehtë të përballet me stuhitë e jetës, derisa shprehet për kushtet e jetës nuk mund t'i përballojë emocionet. Ashtu jam, do me thonë, kur bëhet fjalë për fëmijët e mi, për mundin që japun në për këto, du t'i shoh sa më mirë. Shpresoj, besoj se njerëzit e humanitetit do mundohen ose kanë dëshirë të ndihmojnë jetimave, t'i bojnë me një shtëpinë veten, ose pa marrë parasysh çfarë. Në këto ditë të fundit të Ramazanit, kur mëshira dhe rahmeti i Zotit shfaqet më shumë se kurdoherë, shoqata humanitare Strehimi i Jetimave ka marrë përsipër nismën që këtyre 3 jetimave t'u sigurojë një banesë. Shoqata jonë humanitare Strehimi i Jetimave kemi marrë përsipër këta 3 jetim, lusim Allahun e madhërueshëm që këta 3 jetim të kenë banesën e tyre. U boj apel gjithë bamirësve në këta ditë të Ramazanit, të bëjmë gjithë së bashku që këta lot pikëllimi të kthehen në lot gëzimi, të jenë të lumtur si gjithë fëmijët tjerë, të kenë edhe këta një strehim si gjithë fëmijët. Mendoj se janë njerëz të mirë, pasi që janë këto të parit që e kanë marrë iniciativën për që ndihmu jetimave. Janë njerëz human, janë njerëz të besueshëm dhe mundohen të hapën maksimumin për jetimat. Valdeta mundohet me gjithë shpirt që 3 jetimave t'u sigurojë kulm mbi kokë, mbasi i llogarit si fëmijët e saj, teksa përpiqet ta ngushëllojë nënën Resmie, beson në humanitetin e bamirësve dhe ndihmën e të Madhit Zot. Se që inshallah me
me lehen e Allahut, me ndihmën e gjithë bamirësve, edhe fëmijët tuaj duke një strehim si gjithë fëmijët tjerë. Shoqata humanitare Strehimi i Jetimave tashmë ka kryer të gjitha procedurat e nevojshme për mbarvajtjen e këtij aksioni humanitar me transparencë e llogaridhënie dhe gjithçka sipas ligjit. Shoqata ka vetëm një qëllim, që këta 3 jetimat të bëhen me banesë të re. Andaj në këto ditë të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, shpirti human i bamirësve dhe ndihmat e tyre do të jenë më së të mirëseardhura. Qëllimi është fisnik, kulm mbi kokë për 3 jetima.